Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në pjesën e dytë të hadithit të tretë të Imam Bukhariut, ku Aisha radiallahu anha tregon se si i erdhi fillimisht shpallja e pejgamberit të Zotit sallallahu alaihi wasallam, duke filluar nga ëndrat e mira deri tek dashuria e vetmisë dhe me pas edhe shfaqja e melekut Gjibril dhe këtu mbetëm, respektivisht tek ballafaqimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me melekun Gjibril. Qëndrimi pejgamberit alaihi salatu wassalam në shpellën e Hiras në periferi të Mekës u bë dhe më i gjatë me kalimin e kohës, ku ai thellohej në mendime. Adhurante Allahun ashtu siç dinte. Por kur në jetë nuk i kishte shkuar mendja se një ditë mund të shpallej për pejgamber. Kur nuk i kishte shkuar mendja se një ditë do t'i vije meleku Gjibril e do t'i flet atina. Këtë në vërtetën edhe Kur'ani, për atë thëtë Allah azza wa jall në surën Al-Qasas: "Wama kunta tarju an yulqa ilayka al-kitabu illa rahmatan min rabbik." Te as nuk kesh presuar se të shpallet ty libri, por kjo është mëshirë e Zotit tënd, është përzgjedhje e Zotit tënd, o Muhammed, që ti të jesh pejgamber. Pra pejgamberi alayhi salam nuk ka pasur asnjë ide se Allahu do ta zgjidhë një ditë për pejgamber. Madje as mendja për një gjë të tillë nuk i ka shkuar kur, por thjesht Allahu e ka përzgjedhur, e ka ngarkuar me këtë mision, e ka bërë pejgamber, e ja ka shpallur Kur'anin si mëshirë e lartmadhërisë së tij, së pari ndaj tij, e pastaj edhe ndaj ummetit dhe njerëzimit në përgjithësi. Kështu që erdhi koha për të shpallur pejgamber. Pas gjitha asaj koha tyre ditëve, javëve dhe muajve të qëndrimit në shpellën e Hiras, jo pa ndërprerje cekun, por me ndërprerje, kur i mbushi 40 vite, 6 muaj e 6 ditë me kalendarin hënor, respektivisht 39 vjet e 3 muaj e 22 ditë me kalendarin gregorian, dhe atë me 21 Ramazan, e thuhet ishte dita 7 e Ramazanit, e thuhet ishte dita 17 e Ramazanit, e thuhet ishte dita 18 e Ramazanit, e thuhet ishte dita 24 e Ramazanit, por shumë historian e përzgjedhin ditën e 21 Ramazan me 10 gusht të vitit 610, ditë e hënë, natë, e erdhi meleku Gjibril alayhi salam dhe e erdhi pas shpine, e ndjeu një zhurmë dhe u kthy dhe pa melekun, i cili tha: "Iqra, lexo." Pejgamberi alayhi salatu wassalam i aktheu: "Nuk di. O nuk di shkrim, nuk di lexim. Asnjëherë nuk kam mësuar shkrim leximin, ndaj nuk mund të lexoj." Gjibrili e kapi, e shtrëngoi shumë, sa që pejgamberi alayhi salam
me zë që e dëroj, me tërë fuqinë e tij. E pastaj e lëshoi dhe i tha Serish, iqra, lexo. Serish e përgjigj me të njëjtën përgjigje i bekuar, nuk di të lexoj. Gjibrili, meleku Gjibril, e kapi Serish, e shtrëngoi fort, me zë që e dëroj, pastaj e lëshoi dhe për herë të tretë pas e lëshoi, pra 2 herët njëjtin gjë, herën e tretë i tha iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Leza në emrin e Zotit tënd, që krijoi gjithçka, e krijoi njeriun për një droçke gjaku. Lexo se Zoti është me bujari, i cili me anë të penës e ja mësoi njeriut ato që nuk e dinte. Këtu ishin 5 ajetet e para të surës Alaq, të cilat i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra leza që për ta themonu Muhammed, thuaje pas meje, atë që për ta lezoj unë nga Zoti im, lexoje me lejen e Allahut, duke kërkuar ndihmën prej tij, e jo me fuqinë e aftësinë tënde dhe njohuritë tua, por me fuqinë e Allahut të madhruar, i cili do të mësoj të lexosh, ashtu siç të ka krijuar ty dhe çdo gjë tjetër. Ka krijuar çdo gjë pa qenë fare nga asgjëja. Do të mësoj të lexosh pa e marrë shkaqet e mësim leximit. Pas e Gjibraili alayhi salam o shtok. Pra ja lexoj të ajete pejgamberit dhe o shtok Gjibrili alayhi salam. O ngrit lart në qiell. Ndërsa pejgamberi o kthye nga kodra Hira në Mekë tek shtëpia e tij, tek gruaja e tij Hatixha. Por ishte një gjendje jo normale të frikës. Ashtu që i friksuar dhe një farforme sikur se duke belbezuar, i tha gruas së tij, zemmiluni, me mbuloni. Aja e mbuloi. Dhe ashtu ai i bekuar qëndroi për një kohë, derisa o qetësua. E pastaj o ngrit dhe filloi të i tregoj gruas së tij Hatixhës se çfarë i kishte ndodhur. E Hatixha mezi priste që të këndellët të pushon, e pastaj të tregoj se çfarë i kishte ndodhur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pas i tregoi ngjarjen, krejt që e ka ndodhur, në fund të tha se jam friksuar shumë e Hatixhe për veten time. Këtu mund parashtrohen disa pyetje, apo nën pyetje, si fjala vije, përse vallë e shtrëngoi meleku Gjibril pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Meleku Gjibril e bëri një gjë të tillë, siç kanë thënë ulemat, për ta forcuar Muhammedin alaihi salatu wassalam për bartjen e amanetit, me të cilën po ngarkohet me te, për ta përgatitur zemrën e tij, për ta bërë atë më të koncentruar e më të përqendruar për fjalët që të do i dëgjoj, emanetin me të cilën do të ngarkohet me te. Po ashtu parashtrohet pyetja,
E përse u friksu pejgamberi alayhi salatu wassalam për veten e tij, kur tha se friksova shumë për veten time. Ulemat kanë folur edhe për këtë çështje dhe kanë dhënë disa opsione apo varianta. Ndërto kanë thënë pejgamberi friksu mas pa çmendna, pra i friksua çmendurisë. Disa kanë thënë se friksua vdekjes nga frika e madhe. Disa kanë thënë ju friksua sëmundjes. Disa kanë thënë ju friksua sëmundjes së vazhdueshme. Disa kanë thënë ju friksua pamundësisë së tij për ta bartur emanetin. Disa kanë thënë se u friksua pamundësisë së shikimit të melekut Gjibril nga frika e madhe që e ka plej. Ka dhe mendime të tjera rreth kësaj frike, e që shumicën e tyre komentatorët, spjeguesit e Sahih Buhariut i kanë konsideruar si larg të vërtetës. Pasi që pejgamberi alayhi salatu wassalam u këndell, i tregoi Hatijës se çfarë i ka ndodhur. Hatijja filloi ta qetëson pejgamberin alayhi salam burrën e saj. Ajo si një grua e veçantë, shumë e veçantë, jashtëzakonisht e veçantë. Grua më të veçantë se sa Hatijja para saj kanë qenë me gishta, se Hava alayha salam, se nana Musaut, se Merjemja, nana Isaut, alayhi salam. Për ndryshe, grua si Hatijja pak ka fali madhe Zot. Zotën pejgamberi ka lavdëruar Hatijën në shumë hadithe, e që nuk është vendi këtu për ta cekur për mos të marrur kohë. Përse që tjetë, ishte një grua shumë e veçantë, shumë e mençur, e qetë, i njihte burrën e saj, më mirë se çdo kush tjetër, dhe dinte fort mirë se një njeri me tipare, me cilësi të tilla, si që ka Muhamedi, sepse alas është e pejgamber, si që ka Muhamedi, kur e përjet nuk ka për ta humbur Allahu. Kur e përjet nuk e pashtron Allahu robën e tij të sinqert, të pajisur, me etikë të lartë, me tipare të larta, kur nuk e pashtron Allahu. Ndaj edhe e sigurt dhe e bindur në këtë parim, ajo thot asesi kur përjet. Pasi pejgamberi të që të rgëdhe në fund tha tuta shumë për vetën time, ati që ktheu kur sesi, asesi, betohem në Allahun, se Allahu nuk ka për të pështruar ty. Betohem në Allahun, se asesi, kur sesi, Allahu nuk ka për të pështruar ty. Pastaj, e morë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dërgoi tek djali Haxhës së saj. Por fillimisht, para se me dërgute, djali Haxhës së saj fillon t'ja nëmërit disa cilësi që ka pejgamberi alaihi salatu wassalam. Dhe po i thot, po ti një njeri i cili përkujdesesh ndaj farefisit, po ti njeri i cili ruan lidhjen farefisnore, po ti një njeri i cili afron ndihmë të dobëve, ju ndihmon nevojtarve, u jep ushqim mysafirve, u del në ndihmë atyne që kanë goditur ndonjë fatkeqësi, dhe të mira tjera, të pare tjera, vlera e në këto, këto në vlera të larta. Pra ty o Muhammed,
je i pajisur me vërtyte të shkëlqyera. Jemi të gjitha të mira të mundshme. E si bëhet që një njeri i mirë si kurse ti ta humbë Zoti? Asnjëherë, kur nuk ka me të humbë Zoti. Andaj nuk ke nevojë të shqetësohesh, të friksohesh. Këto fjalë të Hatijës e qetësuan shumë pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. E shehni të dashurit e mi dhe ju motrat e mia në veçanti, se gruaja mund ta qetësoj burrin e saj me pak fjalë, t'ja largoj stresin, ngarkesat, frigën, telashen që e ka me pak fjalë. Pra kjo gruaja është gruaja thjesht, ky njeri tash është pejgamber. Ani pse ka halas për të qenë pejgamber. Por kjo grua po e qetëson dhe qetësoj. Dhe nga ana psiqike, fjalët e Hatijës ndikuan shumë në psikologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u qetësu. Kur e qetësu shumë, gati krejtësisht, po shoj, Hatijës e rëndërmend diçka. E rëndërmend se djali Agjës së saj, Warakat ibn Naufel, është njeri shumë i dijshëm. Dhe i tha, eja me mua Muhammed, të shkojmë të djali Agjës tem, Warakat ibn Naufel. Shkoj të Warakat ibn Naufel, e që kë Waraka, emne kishte kështu, ishte një njeri menqor, kë që mëti, para disa dekadave, ta shë fjalla, po flasëm për këtë kohë, kër e herë dhe shpalla pejgamberit, kë që mëti që në rinin e vetë, nuk kishte pranuar, nuk kishte pajtuar me idhujtarinë me kazve, nuk kishte pranuar që të nënshtrohet i për ullet i idhujve statujeve. Po ashtu, kishte vepruar edhe një mikiti tjetër, i quajtur Zeid bin Amr bin Nufejl, i që ishte Agj e Omerit radiallahu anhu. Zeidi dhe Warakatu bin Naufel, si që shkruhet, shënohet në librat e historisë që të dë, e lëshuan Mekën, e braktisën Mekën dhe shkuan për në Sham, respektivisht në perandorin apo tek perandoria bizantine. Atje, ku kishte të krishterë, kishte edhe qifut. Shkuan për të kërkuar ndë një feje të shëndosh, nga se nuk pajtonin me fejnë e popullit të tyre. Zeidi nuk arriti ta gjenë qetësinë në asnjë feje, o konsultua me qifut, o konsultua me të krishterë, por nuk mundi ta gjejë qetësinë e shpirtit, as te ata dhe as te ata. Dhe në fund, i drejtua qiellit lart, i drejtua Allahut, i ngriti duart dhe tha, o Zot, unë jam në fejnë e Ibrahimit. Pra nuk po di o Zot, si me të adhuroj ty, nuk po di çfarë feje me kap, por o Zot janë fejnë e Ibrahimit, sepse çato e dija me sigurt që Ibrahimi ka qenë në fejnë tonë. Dhe subhanallah, kështë nëzoni vdekja Zeidin. E pejgamberi për Zeidin ka thanë, e kam parë Zeidin në xhenet, duke ngreh teshen, pelerinën në zhagë në xhenet, edhe ka thanë, krejt njerëzit, në ditën e kiametit, rinjallen pas një pejgamberi, një lideri, një prisi. Musliman e jo musliman, krejt njerëzit, për pas Zeidit, ajo është vetëm. Lymej për vetër. Ndërsa ky tjetri, Warakatu që bashkë kishin shkuar, këti i pëlqeu krishterimi, o bind në te, e pranej krishterimin dhe u boj krishter, dhe u kthye në Mekë.
e mësoj shkrim leximin, shkruante Injilin në gjuhën hebrejishte, madje edhe në gjuhën arabe. Se do që t'jetë, Varakatu tashmë në këtë kohë, kur erdhi shpallja pejgamberit, ishte njeri i vjetër, i shtyr në mosh, madje ishte edhe i verbuar. Hatixha po i thot Agjës së tij: o Agjë, o bir Agjë, djalë Agjës, o bir Agjë. Apo bir Agjë, pa dëgjoj këtë burrin tim se çfarë i ka ndodhur. E pejgamberi filloi me tregu, filloi përpa se çfarë i ka ndodhur. Me të dëgjuar Varakatu se çfarë kishte ndodhur, pejgamberit ju kujtua se ka lexuar libra të shejta. Ju kujtua më një herë ajo çfarë i ka ndodhur Musaut alayhi salam. Dhe tha: kjo çfarë pas ka ndodhur ty, është e njëjta gjë çfarë i ka ndodhur Musaut. Dhe i tha: ai që ka ardhur me të fol ty është namusi, Gjibrili, kështu e quajti namusin, Gjibrilin, është Gjibrili, është i njëjti, i cili ka pa ardhur me parë Musaut alayhi salam. Pastaj i tha: mirë jon, të isha gjallë, i ri, e i fort, kur do të dëbojnë ty populli yt nga vendi yt Mekja. Pejgamberi me të dëgjuar këto fjalë, o çudit dhe i tha: ava mukhrijihum, a vërtet do të vijë koha kur do më dëbojnë mua populli im? Përse të dëbohem nga vendi? Kurse asgjë të keqe nuk kam bë, me çfarë të drejtë më dëbojnë ata, më përzon nga vendi im. Varakatu i ja ktheu: po, ata do të dëbojnë ty. Sepse nuk ka ndodhur më parë që dikush të jetë paraqitur, çfaqur me atë që ka ardhur ti, e që është ky Islam, e që nuk është dëbuar nga vendi i vet. Andaj mos i dysha, edhe ty kanë me dëbu. Por, po që se dës Zoti, e unë jam gjallë kur të dëbojnë ata, kur të vjen koha me të përzon ata, dije që ka me të ndihmu me krejt fuqinë që e kam. Por, i lartësuar është Allahu, Varakatu nuk jetë i lartë, nuk jetë i shumë, nuk shka i largë dhe vdeq. Pas kësaj, edhe pas kësaj ngjarje, edhe shpallja ju ndërpreje pejgamberit për një kohë. E që do flasim për periudhën ndërprerjes së kohës së shpalljes në hadithin vijues. Tani, përderisa Varaka e besoi pejgamberin se është pejgamber, a thu çka puna e tina? A ishte musliman Varakatu bin Naufeli? Ibn Kathiri, pas e cek fillimin e shpalljes, kur flet për fillimin e shpalljes dhe takimin e pejgamberit me Varakatu bin Naufel, radiallahu anhu, me takimin e Varakatu bin Naufel me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mesjera është thot se kjo nënkupton besimin dhe imanin që e kishte Varaka për shpalljen e ardhur pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe njetin e mirë për të ardhmen për të ndihmu pejgamberit. Po ashtu pak më vonë thot, o cek më lartë se Varakatu ibn Naufel veç e kishte pranuar shpalljen, veç e kishte besuar shpalljen, pra ishte bërë musliman. Ibn Hajeri thot se Imam Taberiu, Imam Begaviu dhe shumë të tjerë, Varakatu ibn Naufel e konsiderojnë nga sahabët. Zirikliu ka thënë, ka nga historianët të cilët e konsiderojnë
Varakan prej sahabëve. Ibn Hajeri me pas thëtë se të qenërit e tij sahab është larg të vërtetës. E rëndësishme është për ne se Varakat ibn Naufeli ishte musliman dhe ka vdekur si musliman duke besuar pejgamberin si pejgamber të dërguar. Së këndemi, ai njeri konsiderohet njeriu i dytë pas Hatijës radiallahu anha, i cili ka besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa e përket të qenërit të tij se sahab, për këtë ka diskutim dhe janë dy mendime se që pam me lartë. Mendime se nuk ka qenë sahab e përkrah Ibn Kathiri dhe Ibn Hajeri, Allah e di më së miri. El-Keshmiri në komentin e tij, shpjegimin e tij rreth koleksionit të Imam Buhariut thot: të gjithë janë të pajtimit se Varakat ibn Naufel ka qenë besimtar, ka besuar, madje disa kanë konsideruar edhe nga sahabët, por konsiderimi i tij nga ky ummet është çështje diskutabile, sepse ai ka vdekur ende pa u shfaqur daveti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.